Bashkëbisedoj me Edmond Gurin, të përshëndes. Përshëndetje nga Athina. Edmond, kur shikon këto pamje, duket sikur nuk janë të tanishme, sikur nuk janë një realitet, sepse nuk ishim pritur, nuk e di për ju atje, pas në këtu, që do të kishte rreshje të tilla shiu me intensitet të lartë. Tani nuk e di si përshkruhet atje, si është situata sot dhe çfarë shkaktoi. Ka qenë një stuhie e befasishme e cila nuk ishte vërejtur në të kaluara, siç është raportuar nga ishte e Cikladës ku goditi kjo stuhi. Dëmet janë shumë të mëdha, ka patur një rreshje të dendur shiu për një periudhë kohore shumë të shkurtër, ka pasur shira që nuk janë konstatuar asnjëherë në të kaluarën dhe nuk kanë ndodhur asnjëherë në të kaluarën. Për shkak të terrenit të vështirë, të zhveshur dhe për mungesë së pyjeve dhe të kryesisht të ndërtesave të shumta dhe të ulta, kjo ka shkaktuar që ujërat të vërshojnë brenda qendrave të banuara dhe të dëmtojnë makina, ndërtesa, edhe shumë gjithçka me fjalë çfarë kishte edhe gjeti rryma përpara. Fatmirësisht nuk ka pas lënduar në njerëz, por dëmet janë vërtet shumë të mëdha dhe ka qenë befasi dhe është shumë e dëmshme sepse është pikërisht në fillim të sezonit turistik, ndërkohë që njerëzit kanë filluar dhe ndodhet edhe që aty për punimet dhe për restaurimet edhe riflektimin e gjitha objekteve për shkak të çeljes së sezonit turistik. A ka njerëz të cilët janë të zhdukur, të lënduar? Jo, fatmirësisht për momentin nuk kemi informacion të këtë njerëz të zhdukur, as të lënduar, thjesht ajo që është konstatuar është dëme të konsiderueshme, kryesisht makina të rrëmbyra, ndërtesa, objekte të cilat janë prepur nga rreshjet e shiut, nga balzat dhe nga inertët që ka marrë rryma ujit gjatë momentit të shirave të rrëmbyrshëm. Ku janë zonat? Cilat janë zonat? Ishin disa qytete që ishin prekur ishuj. Çfarë ka ndodhur? Domethënë ka pasur ishulli i Parosi dhe Mikonosi dhe ishuj tjerë, por këto dy ishuj janë goditur më fort dhe dëmet janë shumë më të mëdha. Madje është turizmi fakti që në disa zona për shkak të terrenit të vështirë dhe për rrugëve, për mungesën e rrugëve të gjithësisë tyre, është konstatuar rryma ujit pra fuqia e natyrës ka transportuar autometët dhe ka vendosur në vende që shumë e vështirë edhe sot që është tërhekur uji dhe situata është normalizuar, është shumë e vështirë për të tërhekur këto mjetet dhe për pasuar terrenin. Gjithsesi është një situatë e befasuese, shumë e vështirë dhe fatmirësisht ishte pa viktima. Dhe ju thatë Edmond pak më herët që si pasojë mungesës pyjeve, pemëve, të cilat sigurisht rregullojnë gjithë sistemin, jemi në këtë kushte. Nga ana tjetër, po autoritetet u gjendën atje të papërgatitura, ka akuza për mënyrën se si ato kanë vepruar sa i takon mirëmbajtjes rrugëve, kanalizimeve, apo është vetëm histori shqiptare kjo? Jo, edhe këtu ishte njëta gjë, u gjet të befasueshëm sepse nuk e prisin një rrevesh të tillë, të themi një shkarkim kaq të madh të natyrës e cila shoqëroi me era të forta, me rreshje të dendura shiut dhe me preshur në disa zona, madje me preshur shumë të dendur që nuk ishte parë në të kaluarën, se të tham. Dhe normalisht për shkak të ndërtesave të shumta, ndërtesave të ndërtuara të themi në mënyrë as pak planimetrike në shumë raste, por ajo që është vërtet shqetësues fakti që në këto ishuj shumë herë ndërtohet afër rrymave të ujit, në rrëkeve, prrenjve apo lumenjve, në mund të themi kështu, gjë e cila bën që uji të kufizohet dhe në momentin që këto janë të bllokuar apo janë ndërtuar mbi to apo janë bllokuar, të vërshojë dhe të krijojë këto situata të cilat ne po diskutojmë sot që në aspekt të këndshme me dëme shumë të mëdha materiale dhe fatmirësisht që nuk kishin dëmë njerëz. Si funksionon? Shteti ai që merr përsipër dëmet? Janë kompani të sigurimit të cilat ndodhen në terren. Vitet e fundit Greqia ka pasur probleme shumë serioze, si dhe Shqipëria, lidhur me faktin e regjistrimit të personave të qytetarëve për të siguruar si jetën e tyre, por dhe pronën e tyre dhe autonomia e tyre dhe gjithçka bën, sepse nuk ka qenë traditë në Greqi çështja e sigurimeve, është bërë një fushatë sensibilizuese e viteve të fundit, ka patur një rritje në këtë drejtim për shkak të këtyre fenomeneve të cilat sapo vjen po bëhen më të shpeshta dhe më të dënta dhe më agresive në të gjithë Greqinë që nuk kemi konstatuar të kaluar. Pra nëse dikur në një herë në 5 vjet apo 10 vjet flisim për një llogari, tashmë brenda
një periudhë 4-5 vjeçare flasim për shumë dukuri të tilla të cilat fatkeqësisht në shumë raste kanë patur edhe viktima në njerëz. Dhe di çfarë përmendoj Edmond kur ne nistim pra bëheshim gati për këtë lidhje. Na është dashur që të bashkëbisedojmë për ishujt të cilët Santorini për shembull. Ne tashmë pritet që të çelim sezonin turistik, edhe atje pa diskutim. Ndërkohë, këtu sërish jemi në ishuj dhe kur këto bëjnë xhiron e botës, dhe lajmet pra janë nëpërmjet pamjeve, sigurisht krijojnë një lloj stepi, por një nga industritë më të rëndësishme. Pastaj ka dhe kosto sepse do duhet paktën në rastin konkret që gjithçka të rregullohet dhe të vihet në dispozicion sepse moti do të ndryshojë. Ajo e Santorinit ishte e frikshme, kur u bë si qytet fantazëm dhe nuk ishte njerëz më atje sepse prit se çfarë po ndodh. Që thoya që natyra atje nuk është treguar fort bujare, nuk e di si e kanë përshkruar ose si po e përjetojnë ose çfarë masash po marrin për të rikuperuar, do të luajnë me çmime, do të jenë ofertat, a ka ndonjë strategji është vënë përpara përgjegjësive për shembull ministri i linjës se si do të kapërcehet kjo në mënyrë pra të paketave, të ofertave, rikuperimit, apo sfritet e shpejt? Fatmirësisht Greqia ka një dinamik të fortë, ose ndoshta nga vende e pakta në botë që ka një turizëm gjithmonë në rritje, një turizëm i cili do të thoshim është motori lëvizjes së ekonomisë greke. Nga ana tjetër, duket që qeveria ka punuar në këtë drejtim, por jo në nivelin e duhur dhe jo aq sa duhet, dhe kjo duket qartë nga ankimet që bëjnë kryesisht përfaqësuese për shtetin vendor në këto zona që janë të prekura dhe përritjes vërtetë se duket që natyra ka ndryshuar, jemi në një fazë tjetër dhe mjafton të përmendim që vetëm 3-4 vjet e fundit kemi disa dukuri që janë vërtet shumë të frikshme, shqetësuese, duke marrë përmbytjet e mëdha në Thesali që nuk ishte parakurrë në histori, pra ishte të parë, apo përmbytje tjera, dukuri tjera dhe këto rrebesh në ishuj që vërtet janë dukuri të cilat të pakën nuk bëhen mend si vetë banorët thonë që të kenë ndodhur të kaluar. Gjithmonë ka patur shira shqetësues të rrëmbyeshëm, por jo në këto përmasa që janë vërtet katastrofike. Aq më tepër tërmeti i Santorinit që di që Santorini është një zonë sismike, është ndodhen mbi një vulkan e kështu me radhë, por fenomeni sismik aty bëri që të shkretoi ishulli dhe jo vetëm kaq, por të kishte anullimin e prenotimeve nga shumë turistë, nga shumë agjenci kombëtare që merren me turizëm, nga operatorë turistik dhe kështu me radhë. E gjithë kjo në fund të ditës shndrohet dhe merr vlerën monetare e cila është motori i lëvizjes gjithçkaje fatkeqësisht në ditët sotme. Dhe në këtë rast duhet që pushteti vendor ka kërkuar tek pushteti qendror që të ketë një strategji lidhur me këto kuperime më tepër për dëmshpërblimet apo mënyrën e ardhmësim të qytetarëve në këto zona që janë prekur, edhe pse nuk është bërë shumë në këtë drejtim që duhej bërë faktikisht. Shteti po mundohet të bëjë një gëshetim lidhur me përgjegjësitë e tij sa të mundet, por nga ana tjetër duke futur te kompanitë private, si kompanitë e sigurimeve që të jenë ato përgjegjësi dhe të shlyejnë në dëmet e shkaktuara për shkak të natyrës apo nga dukuri të tjera. Pra ka një tentativë e tillë, por ende nuk është finalizuar se si mund të përshëtohet, mund të fokusohet, sepse edhe këtu fatkeqësisht është ajo dukuria si në Shqipëri që politikisht premtohet diçka, por realisht në fund të ditës shpërblimet apo dëmshpërblimet apo shlyerjet e detyrime që ka shteti ndaj të dëmtuarve vonon muaj, vite apo shumë herë dhe nuk ofrohet asnjëherë. Ndërkohë, çfarë parashikime janë për ditët në vijim? Ne do të vijojmë atje të kemi risheshiu se për shembull këtu, sipas pra shërbimeve, unë pata një komunikim para se lidheshim së bashku dhe pritet që të paktën 2 javët e para të prillit të jetë një mot jo fort i mirë me resheshiu, jo me problematika për mbytje, por moti do të jetë i tillë. Dhe në të gjithë rajonin, paktën, pritet që të ketë reshje të shiut. Kanë dhënë ndonjë alarm, kush janë parashikimet për atje? Kanë dhënë sinjale që duhet të jenë të përgatitur? Çfarë pritet të ndodhë? Se nëse vijon kështu, sikurse është parashikimi për gjithë rajonin, besoj dhe atje vështirësi do të jenë edhe më të shumta, edhe pse u thatë gjithmonë që ujërat sot paktën janë tërhequr dhe po punohet për pastrimin edhe për ta çuar çdo gjë në normalitet. Ka një violencë në të drejtim, kryesisht Agjencia e Sëmundjetikës dhe specialistët që duket që kanë një violencë më të madhe dhe janë
në koordinim bashkëpunim me kolegët e tyre në vende tjera të BE-s, ofrohen ndihmë, madje është krijuar edhe një aplikacion në Greqi që në momente të dukurimeve natyrore në zonat ku ndodh kjo dukuri informojnë qytetarët duke u dërguar atyre një mesazh zanor dhe me shkrim, i cili i parlemron që të marrin masat për të shmangura, për të evituar çdo lloj pengese vështirësi apo më tepër çdo rreziku që mund të paraqesë. Kjo është një të themi një veprim shumë i zgjuar nga Ministria përkatëse, sepse ka ofruar shumë ndihmë dhe ka bërë që këto dukuri që janë kaq të rrezikshme të evitohen dhe qytetarët marrin masat e tyre. Por kjo nuk mjafton, se duket ndryshimet klimaterike kohët e fundit e kanë bërë të paparashikueshëm motin dhe shumë sinoptikët kanë të vështirë të paralajmërojnë apo të parashikojnë se çfarë do të sa ujë apo sa i forishëm do të jetë dhe çfarë cilë do të ketë natyra, gjë e cila siç po shikojmë nga pamjet, konstatojmë nga këto zhvillime të kohët të fundit, është e vështirë për të parashikuar, kështu që mbetet gjithmonë është një zinxhir institucionesh dhe hallkash që duhet të bashkërendojmë një tjetër, bashkëpunojmë një tjetër me qëllim që në fund të informohet qytetarët që të pakën të evitojmë dhe të shtojmë çdo lloj jetënie apo rrezikun e jetës së njerëzve. Kjo duket që është bërë një përpjekje në drejtim, por jo mjaftueshëm për të u ardhur në ndihmë apo për të funksionuar gjithë ai zinxhir që implikohet në raste të tilla. E qartë. Mirë, unë uroj që realisht atje situata të jetë nën kontroll, ne kur jemi sërish së bashku kemi lajme të mira. Kështu që të përshëndes dhe faleminderit që gjithë të kohët ishim me ne sot. Le të urojmë më të mirë dhe të shpresojmë që mos ketë lënduar, sepse në këtë zona, ashtu në gjithë Greqinë, prezenca e bashkëtarëve tanë është shumë e madhe dhe normalisht si pjesë e pandashërisë që janë, dhe ata janë të prekshëm gjithë të tjerë dhe urojmë për të gjithë pa dallim të jenë mirë në atë parë, sepse kjo është primare dhe pastaj urojmë të kalojnë sa më lehtë gjithë. Po, Edmond, me të drejtë, unë e marr si të mirëqenë dhe sikur e kam artikuluar dhe me drejtë më korrigjove dhe solle një element shumë të rëndësishëm që ne kemi shumë shqiptarë atje. Unë kam parë që edhe në Spanjë dhe atje kur ka fatkeqësi të tilla natyrore, ata krijojnë ato grupe dhe komunikojnë me njëri tjetrin. Nuk e di nëse ka ndodhur ose ke komunikuar me ta dhe se si e përshkruajnë këtë. Shqiptarët kanë një sensibilizim shumë ka një vigjilencë të madhe dhe në momente të tilla ka një solidaritet të pashembull dhe është një dukuri që neve nuk ne atribuojmë faktikisht, po e kemi dhe duket që ka funksionuar në shumë raste, si me tërmetin e Santorinit apo edhe në fenomene të tjera. Shqiptarët kanë gjetur mënyrën jo për të veçuar, pra ti me kujdes më të thënë nga të tjerë, por pjesë shoqërisë, madje le të sjellë në vëmendjen e teleshikuesve dhe ata që na ndjekin në këtë moment që vetëm një shqiptar me shtetësi greke në Thesali, kur ndodhi ajo tragjedia që e madhe u përmbyt të gjithë Thesalia, shpëtoi 900 veta. Pra 900 persona të regjistruar, ishte një diçka e jashtëzakonshme. Ndërkohë që gjithë tjerët pesa më madhe u tentuan apo u larguan, ai mori guximin bashkë me konatin e tij dhe miqtë e tjerë, mori një varkë dhe me atë varkën mundonin të shpëtonin shumë njerëz duke ofruar ndihmë jo shpesh ishte shqiptar, por ishte një qytetar dhe ndjente të domosdoshme nevojën për të ofruar dhe për të kontribuar. Ky ka ndodhur gjithmonë dhe është një veti dhe një vlerë e padiskutueshme e shqiptarëve, të cilët e kanë treguar në çdo moment si me zjarret, që shumë herë janë bërë dhe virale në mënyrë zjarreve, por gjithsesi kanë qenë aty si pjesë e pandashërisë, në çdo moment, në çdo mundësi ofrojnë ata kontributin e tyre të padiskutueshëm. Faleminderit. Përshëndes.